Unë me fajl shkodra dua të sëroj gjithçka rreth rastit tim që do të jetë kush 2025. Fillimisht unë kërkoj shumë falje familjarëve të viktimave, u shpreh ngushëllime dhe shumë keqardhje për atë ditë të kopshme. Lejnë të cekit se Selami dhe Edmond Hasanin unë për herë të parë kam parë dhe njohur atë ditë. Në të tyrova që të sëroj patjetër situatën time në këtë mënyrë sepse nuk pata zgjidhje tjetër. Familja ime e dha një intervistë në gazetën Kalzo.com 2 muaj më parë, ku aty tregonte që të vërteta e dokumentuar me fakte, me video, fotografi e shumë dëshmi të tjera, se si më është imponuar situata gjatë një viti deri në ditën kritike. E morën intervistën e përkatësin emisionin dhe pritje që të publikohej në televizion, për diçka e ndaluar në momentin e fundit. Si duke kuptua që edhe aty e ndaluan dëshmit ime që të dalin faktet e vërteta dhe padrejtësitë që më janë bërë nga inspektoriati dhe prokuroria. Për të kthehemi prapë tek rasti Bujar Hoxha. Bujar Hoxha nuk e njohur si një person që kishte mirëmbajtjen e banesave në objektin ku jetojmë ne, jemi shoqëruar dhe pas disa kohësh Bujari kishte marrë vesh që unë po kam dëshirë ta shes Audin që pesë dhe më afrua duke më lutur. Më shtet mua sepse e kam të shitur në një vend të fitoj para dhe unë. Me që e kisha për ta shitur ja shita, por më tha që nuk munden të paguaj me njëherë. Tash në rregull, vetëm se duhet ta cekim tek noteri dhe më tha që nuk ka problem. Unë pasi ishte gjithçka zyrtare dokumentuar pranova dhe pas disa muajsh që po afroj data dhe një së parave, Bujari më ofrua 2 herë duke më kërkuar para me fajte, për të cilën kemi dhe përgjime dhe kemi dorëzuar prokurorisë ato përgjime që ne ju luteshim të mos na kërkoj sepse nuk mirem me ato punë. Dhe ai insistonte që unë t'i jepja para me fajte, por nuk i dhash asnjëherë. Na nuk i kina punu këtë punë kur edhe na kanë zhyt. Mo për i zot Zotit. Mo për i zot Zotit. As ti, as kërkush mos shëtë një zisa. Pasi kaloi koha fatit të dhënies së parave, Bujari filloi të sillet çuditshëm duke më thënë se ka frikë të dalë të takua me ty. Unë i thaja pse të kish frikë, ne kemi bërë pazar një veturë. Ose ma këtë veturën time, ose me parat për të cilat jemi marrë vesh. A i pjeu veturën dhe pas një kohë më ka dhënë vetëm 3.000 euro, dhe më nuk më përgjigj për parat, dhe e kam thirrë në prezencë të shokut tonë të përbashkët, Oktaj Eminit, dhe i kam thënë, ato kam dëmtuar ndonjë gjë Bujar, më ka thënë jo, për vetëm son po kam frikë nga gruaja që kam para u borxh. Dhe unë ja ktheva dhe i thash, Bujar, unë të kam shitur veturën, gruaja jote nuk e di a e din apo jo, unë kam bërë pazar me ty e jo me gruan tënde. Djali jem ka ju në kredi për atë veturë dhe tani të lutem më trego kur mund të më japësh parat, për ndryshe djem të me duan që të më dërgojnë lëndën tek përmbaruesi. Por unë po i ndaloj sepse po mundohem të kuptoj dhe më tha që parat do t'i kesh për 10 ditë. Unë i thash i ke 20 ditë nga unë betë mos më gënja dhe pranoje. Kur u bën 20 ditë kam thirrur prapë dhe i kam thënë Oktajt, pasi i njifte edhe vëllezërit e gruas së Bujarit, tregoi se nëse Bujari nuk më jep parat, më duhet të dërgoj lëndën në përmbarues. Oktaj erdhi dhe më tha, Edmondi, vëllai i gruas së Bujarit më ka thënë që thuj me Failit, ndeshnë t'ja çojnë kjerën të përmbaruesi, ndeshnë të dalë të thonë të du, se na nuk kena çka më marr me punët e Bujarit, ka hina i borxheve. Edhe i ka thënë Oktajt, ne kemi mbrapa Beg Berishës sepse gruaja ime e ka vëlla Beg Berishën. Ne kemi çuar lëndën në përmbarues, pas një jave ka hyrë policia në shtëpi. Kontet djalem ishim jashtë shtetit dhe i kanë thënë që të hënën duhet të vinë në polici në Prishtinë. Kur shkuam në polici na treguan që Bujar Hoxha na kishte lajmëruar për fajte. Don policisë ja tregova dokumentat dhe i thash se do t'ja u dërgoj përgjimet. Pasi dola nga aty bëra një kallëzim penal për shpifje ndaj Bujar Hoxhës. Dhe së bashku me to i bashkangjita CD USB me përgjimet, ku më kishte kërkuar para me fajte dhe nuk i kam dhënë. Pas asaj përmbaruesi më tha të hënën do t'ja konfiskoj veturat Bujarit dhe të kryer kjo punë. Thash në rregull dhe më nuk po mirësha me të. Ka shkruar Edmondi numrin të cilit nuk e kisha, pra i më shkruajti në WhatsApp dhe më tha që a mund të takohemi sepse ka ardhur edhe vëllai i Bujarit dhe duan që të flasim me ty. Unë pyet avokatin të takon apo jo, më tha takon pasi duan vetëm të bisedojnë, por më tha që nëse është edhe Bujari prezant nuk bën të flasësh me të sepse me Bujarin ke proces në polici dhe nuk bën të takoheni. Unë pranova dhe e lanë që të tjerë të takohemi dhe i thash eja vetëm ti me vëllain e Bujarit pa Bujarin prezant. Erdhën, ishim duke biseduar shumë mirë, po i tregoja për të gjithë gjën se si ka shkuar. Pa pritur djali im tha, se Bujari ka ardhur, i kishte parë nga drejtori i kafeterisë sa po ishte parkuar dhe po delte me disa persona që nuk i kam njohur deri në atë ditë që ndodhi rasti. Emrat e tyre i kam dëgjuar pastaj në media. Pasi djali im tha që Bujari që ka këtu, nuk kemi drejtë të takohemi, djali im ishte duke bërë video me telefon zërin, sepse nuk e dinim arsyeja se pse kanë ardhur të flasin.
Pasi kemi proces në polici dhe dëgjohet edhe në video që ne u quam në këmbë të dilnim nga aty dhe i tham që ne do t'i thërasim policinë sepse s'kemi të drejtë të takuemi me bujarin. Duke im pletur gjëra nga tavolina, telefonat dhe gjërat tona, bujari duke të quar ne që pasoni që të thërase policinë, shpoi me vrull në drejtim të djalit tim dhe të gjithë personat që ishin i drejtuan djalit tim Edonisit. Dhe personi me emrin Selami kapi djalin tim për fytyrë dhe filluan ta sulmonin. Pastaj u vërsulën të gjithë dhe djalit tim tjetër Angel. Unë isha duke munduar t'i bëj video sepse mendova se të ndalen. E kam një video 1 sekondë për kur e pashë situata nuk po ndalonte, e pashë dikush nga WC-ja kafeterisë filloi të gjuaj me orë në drejtim të djalit tim Angelit. Dhe e ka plagosur në krah. Do të thotë njeriu i parë që është i plagosur ka qenë djali im. Nga aty, kam par edhe të tjerë njerëz të armëtosur, kam shënë në armë dy herë lartë që të ndalojnë, por nuk daleshin dhe deshën të më sulmojnë dhe mua. Unë kam gjuetur në tokë në mënyrë që të mos i vrasë. Pastaj, me sa më kujtuat, kur pashët disa u larguan, atëherë i pash djemë që ishin të lirë. I thira dhe kemi dalë nga vendi i ngjarjes me djemë të me të lodhur e të raskapitur nga rrahjet, në mënyrë shumë të qetë, sepse mendonim se do të vente policia të na merrnin e të na arrestonin. Por unë mendova në atë moment që këtë gjë ma kam bërë ata polic që ma kam bërë të gjithë gjëra deri më tash. Dhe vërejta që kishte skenuar nga policët e korruptuar që të më vrisin mua, sepse policia shumë afër për ata nuk erdhën. I mi larguan ta vendi i ngjarjes që të shpëtet djemë të me që të mos përvrasin këta policë të korruptuar. Donk të publikisht të them se unë dhe djemë të me do të tërzohemi në polici dhe të vuajmë atë çfarë kemi bërë edhe pse nuk kemi dashur, sepse ne në media kemi marrë vesh që personat kishin vdekur, sepse sa ishim në vendin e ngjarjes personat ishin gjallë dhe na shohin kur ne u larguam nga aty. Por e cek prap ne do të tërzohemi në polici. Ta vuajmë dënimin unë dhe djemë të me, edhe pse djemë të me nuk kam për asgjë përveç vendmbrojtjes, por do të tërzohemi vetëm kur të shohim që policia, prokuroria, gjykata dhe të gjitha institucionet përkatëse të mirin me këta polic manipulues të shtetit tonë. Do shta nuk do të ndote për shto, po të merishin masat nga paralajmërimet e mia të një pasnëshme në polici. Për denoncimet e mia ashtu kishin gjithmonë dhe nuk merishin masa. Shkaku i policëve të korruptuar për të cilët dyshoj shumë që edhe këtu kanë ngerë si në rastin e vitit 2024. Të gjithë e keni parë në media se çfarë ka ndodhur me datën 10 gusht, por askush nga ju nuk e di se çfarë ka ndodhur me mua dhe me familjen time që nga qershori i vitit 2024. Mua dhe djalin tim më kanë arrestuar në ndyshimin për veprën penale, fajte dhe detyrem me akuzën e Rizav Dyrit me të cilin kam punuar 25 vjet rresht pa ndalur. Dhe djali im që u arrestua nuk ishte i lindur, që kur punoja me të. Dhe Rizav Dyri ishte zhytur në shumë borxhe, për në bërç ishte edhe disa polic që japin para me fajte në Gjilan, të cilët unë i di. Dhe për të marrë paratë e veta, policia njëse Rizav Dyrin të më akuzonte për diçka që nuk kam bërë kurrë. Dhe këta polic në bashkëpunim me rrjetin e tyre zyrtarë mafios, tentuan të më fajsojnë mua për fajte me qëllimin që unë të jepja rryfshet dhe ata të pastojnë të bëma të tyre që kanë bërë me Rizav Dyrin dhe shumë të tjerë që unë dhe shumica e Gjilanit i nje. Rastet e tyre që kanë bërë pas arrestimit tem dhe djalit tem në Seremini, thua si rastit tonë që në akuzonin për fajte në bashkëpunim me media, shet fotografitë e mia dhe të djalit tem dhe identitetin tem. Sidomos fotografi që i kisha me disa politikanë që isha takuar rastësisht në hotelin Emerald, dhe s'kam pasur asnjë lidhje me asnjë politikan ose parti, sepse donin të më fusnin edhe brenda politikës së shtetit, kështu që ja shet mediave këto informacione dhe i thotë që ti postojnë, dhe të përgënjeshtojnë e pështërojnë dhe për këto informacione në Seremini përshpaguar nga disa media, ku djali im që ishte arrestuar dhe vetur mbrapa, në Seremini e ka parë me sy të lirë duke i dërguar foto tona në WhatsApp, duke marrë vesh për çmimin, që të thotë, kjo u bën në mënyrë që njëllosit emri im dhe të më mbajnë më gjatë në bërë pa fakte. Shpapi mediave ku sot janë bërë më shumë se një vetë dhe nuk ka ende asnjë akt akuz të ngritur për atë rast. Në Seremini është familjari me Tush Arifit dhe Dardan Arifit. Këta të Janip dhe Xhaxha me Zvete. Dardan Arifi jep të paro me fajte Rizav Dyrit, Pilje Karor për paro me fajte Rizav Dyrin. Me Tush Arifi, Xhaxha i Dardan Arifit është një polic i njësisë speciale dhe këta persona shoqërohen së bashku me Bekim Stubrinën apo Bekim Sabedinin.
Bekimi është kryesori hetuesve në Qilan dhe të gjithë këta hini zëra që ne kemi brapa Bek Berishën dhe intervenon kudo që ne kemi nevojë. Dhe se për këtë rastin tim kishte edhe Bek Berisha që të më fusë në burg, të cilit i kam shkruar, për më thasë të të vinë në Qilan dhe të takohemi dhe më tregon se kush po më njollos emrin, por nuk erdhi asnjëherë. Pasi dola nga burgu, këta pilet s'kan dëgjuar që unë nuk janë baja më të fshehta krime që kam bërë dhe kam pasur frikë që nëse unë të jem në liri do t'i tregoj të gjitha gjërat krime që kam bërë këta, për të cilën kam dorëzuar edhe një letër në IPK, Inspektoratin Policor, për e cila letër nuk u mor parasysh më përpara, për vetëm pasi ndodhi rasti i fundit. Të arsyetojnë veten që mediat të flasin që unë kam pasur lidhje me ta. Ku është krejt e kundërtat që kanë thënë mediat? Unë jam akuzuar për ta që nuk po më lejon të jetoj i qetë duke më bërë dhunë psiqike vazhdimisht dhe në bashkëpunim me prokurorën dhe bënin edhe dhunë ekonomike. Me prokurorën Arbresha Shola, ku ai prokurore për akuzën time të fajdes të djalit tim, prokurorja bllokoi të gjithë pasurinë që kisha, llogaritë e familjes dhe na lan të jemi në një rast social, sepse më prishin imazhin tim dhe të familjes, në anën tjetër më ndaluan e bllokuan të gjitha gjërat, pronat, veturat, llogaritë. Ku janë të me punonin me rroka, nuk mund të kishte as llogari bankare që të paguheshin nga vendet e punës. Nga dyshimi, unë i kam thënë prokurorës, ose ke diçka shumë personale me mua, ose e ndikuar nga këta polic. Këtë fjalë i kam thënë në praninë të avokatit tim Alban Makolli. Veprimi tjetër që lëm për të dyshuar është edhe vendimi i gjykatës së apelit kur vendos që disa gjëra të bllokuara të kthehen atë ditë që kanë pritur vendimi i gjykatës. Ditën tjetër menjëherë ka bërë akuzë për tërë familjen duke përfshirë edhe gruan time me akuzë për shpërlarje të parave ku në llogari ishin 10.000 euro prej kohës kur është hapur llogaria. Përveç këtyre shkeljeve, ajo ka bërë edhe shumë shkelje tjera procedurale, të cilat mundohet t'i mbuloj me akuzat të pabaza. Policia me të sharifi ka tentuar që ta heqë nga puna dhe djalin të në të vogël duke i thënë pronarëve që këtë djalin nuk duhet ta marrin në punë. Për këtë më ka informuar vetë pronari i kafeterisë. Dhe mua më dërgoni njerëz të panjohur të më kërkojnë para me fajde, më telefononin dhe kur në këtë rasti i paraqiten në polici që po më kërkojnë kështu para, policia fshit e lëndët të më nuk figuronin. Pastaj më kanë hyrë në pronë ku isha duke qëndruar së bashku me gruan time, një person narkoman së bashku me gruan dhe fëmijët e tij. Hyrën brenda pronës duke më thënë ma lësho pronën time sepse ti këtë pronë ma ke marrë me fajte. Dhe unë me atë person ishte vetëm një herë që jam parë para 4 viteve dhe më nuk kisha kontakt me të. Emërova policin dhe personi që ndrojnë në pronë nga ora 1 deri në 10 të mbrëmjes së bashku me policin. Dhe policia nuk i arrestonte edhe pse i treguam dokumentet e pronës, policia nuk merrte masa sepse prokuroria nuk jepte urdhër. Përkundrazi i thoshte lëri të tipaljet aty, me qëllimi që ona po djemte me të acarohemi dhe të bëvë një gjë që të na arrestonin. Derisa policia po i shpjegonte prokurorës se personi është futur me dhunë brenda pronës dhe nuk mund të lëm këto, se mund të ndodhë diçka djali me zë të lartë tha. Nëse nuk mirën masa, unë do të thras mediat. Në atë moment prokurorja e Qiranit Kujtesa Fazlio pas çmorësh dha lejen që të arrestonin ata persona e të nxjerrin nga prona ime. Pra, këto dhe shumë presione tjera më janë bërë tërkohën vetëm që të më burgostin. Notja për shfat apo të bëj diçka me Rizav Dyre që ata ti marrin paratë e veta nga Rizav Dyre. Në rastin e fundit në PR Hoxhën, të cilit në asnjë moment nuk i kam dhënë para me fajde sepse nuk kam punuar kur atë punë, por më kanë njëllosur në flet mediave, të gjithë personat që më njohin nga afër e dinë se unë dhe familja ime kemi pasur gjithmonë pasuri, por edhe kemi punuar pa ndalur unë të gjithë familja. Ku djali im i vogël punonte si shankist në një kafeteri të Qilan dhe disa kasetar të pandërgjeshëm pa titër asgjë për mua dhe djemtë e mi e mohonin këtë gjë. Se dhe ai duket se ka punuar në një nga kafeteritë aty, a është kjo informacion i vërtetë se duket se në një prej vitimeve se ka ndodhur rasti apo ka ndodhur? Unë e këshyra rrjetet sociale të dëve, ata nuk duken. Këta kanë posjet shtrejt, këta nuk është kanë punu me 4-5 njerë në gove aty. është një kafeteri e njohur në Gjilan që duke ka djemë të ti ka punuar aty? I vogli, Angel? Nuk kam informacione. Jeta atyne nuk dukës e tilë sikur ata ka nevojë me punu kamere. A ka mujtë me najtë aty, ka mujtë me të shenë aty, bese që ka kamuflazh ata kanë shprej jetën e tyne, kështu publikisht. Dërsa i Ciciloni e një djalin tem që ishte shankisu, jasaj kafeterie. Të gjitha këto gënjeshtra, mashtrime, denoncime të pabaza dhe pa pasur kur asnjë fakt të vetëm, arritën që shëndetin tem ta bënin në gjendje depresive. Udhëhesh të vizituam e të marr mjekim, tash disa muaj të miku Bujar Obertica, i cili mori mosa të menjëhershme dhe më udhëzoi mua dhe familjarët e mi që të më kishin në kontroll strikt dhe të më lënin të jem shumë i qetë, e në fakt që nuk ma lejon këta njerëz që ju pengon jeta ime. Tash unë kërkoj nga personat që janë përgjegjës, avokati, popullit dhe institucionet që të analizojnë tërë këto raste. Të gjitha këto lajmërime të rreshme si rasti Bujar Hoxhës, hyrja në pronë nga Xhevat Bunjaku, pranimi i tireve telefonike nga persona të panjohur dhe shqetësimi në të ndryshme,
Ardhja e njerëzve për të kërkuar fajde si personi Ekrem Pacolli ishte bërë nga një grup i organizuar i policëve të cilët merren me fajde dhe bashkëpunohen me Fajdexhen, ku në mesin e tyre bëjnë pjesë Metush Arifi, Naser Emini, Bekim Stublina dhe Ardan Arifi. Kundër këtyre personave, unë kam paraqitur ankesë në inspektoriatin policor, por edhe kjo ankesë asnjëherë nuk u trajtua. Kjo ankesë u trajtua vetëm pas momentit ku ndodhi rasti tragjik me 10 korç 2025, ku nga mediat jemi informuar se personat Metush Arifi dhe Bekim Stublina janë suspenduar. Pra, se nuk e pro inspektoriati policor pas që ndodhte rasti tragjik i datës 10 korç 2025, a i bie që unë kam pasur të drejtë ankesën sepse këta zyrtar policor u suspenduan pastaj, por vetëm pasi ndodhi rasti tragjik. Po të veprante më parë inspektoriati policor rasti tragjik i 10 korç 2025 nuk të ndodhte, dhe për fond të thënë që t'i shpëtoj djemë të me, dhe të jem kurban për shumë e shumë njerëz të shtypur një jetë si kuron, këto në Kosovë që nuk kanë zë. Unë pa faj u bëra me faj, për thonë gënisht reko këmbët e shkutra, ndoshta Zoti duke që po vënon, por nuk haron.